12 përparësitë kryesore të përcaktuara në opinionin e Komisionit Evropian përbëjnë reformat kyçe që duhet të ndërmerren nga ne dhe dëshiroj të vënë në duke se në këtë drejtim një seri rezultatesh pozitive janë arritur tash. Dëshiroj gjithashtu të përfitoj nga rasti për të shprehur të gjithë vlerësimin për punën e bërë dhe konsensusin e arritur për reformën zgjedhore, duke mirëpritur vendimarrjen e përbashkët majorancë opozit në procesin e heqjes së imuniteteve, si një akt i konfirmimit të politikës ndaj shoqërisë se parimi i barazisë përpara ligjit është i patjetërsueshëm. Në cilësinë e Presidentit të Republikës, shfrytëzoj këtë rast për të theksuar nevojën e konsolidimit të një klime të qëndrueshme politike, si dhe të vazhdimësisë së dialogut politik mes palëve dhe vullnetit të përbashkët për të ecur përpara me reformat e tjera të rëndësishme. Është një fakt për vendin tonë që të gjitha forcat politike janë tërësisht pro-euroatlantike dhe pro-integrimit europian. Kam besimin e madh se me rastin e 100 vjetore të shpalljes së pavarësisë, Shqipëria do të marrë me meritën e duhur statusin e vendit kandidat. Ndihem krenar që jam presidenti një vendi i cili ka ofruar kontributa reale për stabilitetin, paqen dhe bashkëpunimin rajonal, por të më gjerë. Roli i Shqipërisë dhe shqiptarëve në Ballkan është thelbësor në interes të këtyre vlerave, të cilat garantojnë lirinë, zhvillimet demokratike, tregun e lirë, si dhe një të ardhme dinjitoze. Presidenti i Republikës do të mbështesë plotësisht dhe do të ofrojë bashkëpunimin e tij në të gjitha angazhimet e qeverisë dhe kuvendit të Shqipërisë, në kontributet që do të bëjnë rajonin tonë më të sigurt, më të integruar dhe më të zhvilluar ekonomikisht. Sot, forcat tona të armatosura, si pjesë e aleancës më të suksesshme politike dhe ushtarake NATO, po përmbushin me profesionalizëm dhe përkushtim të lartë misionin e tyre në shërbim të paqes, lirisë dhe demokracisë në Afganistan. Ata djemë dhe vajza na kanë bërë të ndihemi edhe më shumë krenar për emrin ton si shqiptar. Duke përfituar nga ky rast solem, si dhe duke i përshëndetur ata, ju garantoj të gjithëve rreth angazhimit tim për të qenë në krah të qeverisë dhe kuvendit të Republikës Shqipërisë në çdo vendimarrje të tyre, në vijim dhe përmbushje të këtyre kontributeve madhore. Zonja zotëri deputet, më lejoni në emrin tuaj që t'ju uroj suksese presidentit, kryetarit të shtetit, zotit Bujar Nishani. Dhe tashti duke ju marrë leje, më lejoni që ta shoqëroj presidentin. Faleminderit.